është shumë vështirë, mi thonë djalit, vajzës, vllaut, motrës, triu, trejes, ngreto, mësë. Shko në librari dhe lexo. Shko në sallën e leximit dhe kaq orë mos u kthe në banesë në shtëpi. Mirë, po përgatitu, lexo, mëso dhe studio. Shumë po e kemi vështirë me i bind, përderisa po thojnë, po na jemi të rrethum, me të arsimuar, me njerëz të ditur, por janë të varfër, kurse hajdutët janë të pasën. Ata që nuk e kanë shkelë dhe nuk po e shkelin alborrin e shkollës, janë shumë të pasën, në krahasim me këta tjerët të cilët e kanë shkel, po lexojnë, po mësojnë, po studiojnë, mirë po mbesin të varfër. Dashurit e mi, ne u themi që pasunia më e madhe nuk është në xhepa. Pasunia më e madhe është në mendje e është në shpirt. Ne u themi që pasunia më e madhe është në të menduar, në organizimin e jetës, në zgjidhjet e problemeve të jetës, se sa ta kesh xhepin apo gjirologarin për plot, mirë po mos t'jesh ball hapur për dal, për të komuniku, për t'u taku me të gjithë njerëzit.